Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një të ftuar që do të flasi për veprimtarinë e tij. Shumë prej jush e njohin, por nuk e njohin të plot veprimtarinë që ka pasur ndër vite generali i rezervistëve Zoti Det Prenga. Zoti Prenga, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Titulli i lartë, nder, të qenurit general, por për të kaluar deri në këtë nder, besoj ka pasur shumë peripeci. Kush është Det Prenga? Është një pyetje ndoshta retorike për ju, por shumë kurioze për publikun. Duke ju falenderuar për ftesën, si çdo njeri vihet disi në pozitë jo të këndshme, kur i duhet të flas për të kaluarën dhe për gjithçka që ka arritur për sa i përket jetës e në veçanti karrierës ushtarake. Mbase një pjesë e mirë dëgjuesve tuaj janë të njohur tashmë për arsye të qenies aktiv jo vetëm rrjetet sociale, por edhe në media, për arsye të eksperiencës time dhe të gjithë asaj që kam kaluar për sa i përket kualifikimeve dhe ecurisë në karrierën ushtarake në forcat e armatosa për më së 4 dekada. Gjithsesi, unë do preferoja ta filloja që nga vi dhe kush jam para se sa të bësha ushtarak, sepse çdo ushtarak aktiv në rezervë apo në pension është një qytetar, por quhet qytetar nën uniformë. Pra uniforma ushtarake. Në këtë kushte unë jam Det Prenga, jam lindur dhe arsimin fillor 8 vjeçar e kam kryer në fshatin tim të lindjes që është shumë i njohur për shumë veta për arsye jo të në një specifike të veçantë, por ka patur një kamp famkeq që quhet kampi i të dënuarve Spaq. Kështu që edhe unë në periferi dhe në afërsi të këtij kampi kam patur fatin dhe me vullnetin e Zotit të vini jetë dhe të kaloj deri në moshën 14 vjeçë gjithë aktivitetin dhe veprimtarinë si të gjithë bashkëmoshatarët e mi në një fshat relativisht malor dhe me vështirësi. Por, kur vështirësitë janë të barabarta dhe të njëllojta edhe me pjesën tjetër të bashkëmoshatarëve të mi, kalohet më lehtë dhe nuk le shumë mbresa negative. Gjithsesi, pa marrë përsipër për të gjykuar se kush ka qenë e kaluara, sepse nuk kemi mundësi për ta ndryshuar, në thjesht e kemi shoqëruar dhe kemi pranuar ato zhvillime që na kanë ardhur, duke qenë e duke ndjekur arsimin fillor, arsimin 8 vjeçar dhe aktivitetin tjetër familjar në një familje relativisht të kohës jo të vogël, pasi Zoti na ka bekuar me vëllezër e motra plot 7, të cilët në një familje të madhe, jo pa halle si gjithë familjarët e tjerë, edhe ne e kemi kaluar këtë kohë dhe ka lënë natyrisht gjurmë, jo të shlyshme, por gjurmë të cilat shpesh u referohemi, i kujtojmë dhe i sillim në memorien tonë, me të mirat dhe natyrisht edhe problematikat që kanë ekzistuar. Pas kësaj periudhe, unë duke patur parasysh e marrë në konsiderat sistemin e paranandjetës, mbështetur në rezultatet e arsimimit, mbështetur edhe në shumë elemente faktor të tjerë, jam përzgjedhur për të vazhduar në të vetmin shkollë ushtarake të kohës, shkolla ushtarake Skënderbej, një nga shkollat më me emër në Republikë, që ka ekzistuar deri në vitin 92, kohë në të cilin me vendim të posaçëm ka pushuar së ekzistuari, por ajo shkollë na ka përgatitur, na ka formuar dhe ka bërë të mundur që jo vetëm brenda forcave të armatosa, por edhe në strukturat dhe institucionet e tjera civile të shtetit shqiptar të sfigasin ata të cilët kanë kaluar në dyert e kësaj shkolle për të patur një përgatitje të dyfisht, së pari në nivelin e arsimimit dhe së dyti dhe ç'është më e rëndësishme, përgatitja si ushtarak
që të jep sa element të cilët të shërbejnë në jetë, të bëjnë më të fortë dhe të bëjnë dinjitoz e fitus në të gjitha llojet e sfidave që jeta të përballë, si brenda forcave edhe strukturave ushtarake, ashtu edhe jashtë tyre. Ka patur shumë intelektual me emër, figura të shquara që i kanë bërë nder dhe vazhdojnë t'i bëjnë nder vendit tonë në nivele të ndryshme përfaqësimi, duke filluar nga president republike dhe në të gjitha shkallët e karrierës dhe të hierarkisë së institucioneve dhe funksionimit të shtetit shqiptar. Kjo ka qenë pasi ka mbaruar 4 vite shkollë e mesme ushtarake Skënderbej në Tiranë, një nga gjimnazët dhe shkollat më me emër në të gjithë Republikën, ne, si të gjithë bashkëmoshatarët tanë, pasi arrinim një mesatare mbi 7.5, shkonim një vit në punë prodhuese quhesh, pra aty ku kaliteshin të rinë dhe të rejet, për të përgatitur dhe për të fituar të drejtën për të ndjekur arsimin e lartë ushtarak. Kjo, natyrisht, të jep një eksperiencë të paharrueshme dhe të pashlyeshme, por të përgatit dhe të bën të gatshëm për të hyrë në jetë. Unë pata fatin përsëri ndryshe nga bashkëmoshatarët e mi, që këtë vit të punës prodhuese ta bëja pranë kampit famkeq të Spaqit, në prezencën e përditshme të dënuarve politik, dhe aty ka qenë një shkollë për mua e veçantë, që më ka njoh nga afër se kush janë të dënuarit e ndërgjegjës së atëhershme, cili ishte karakteri dhe personaliteti i tyre, dhe mua më ka shënjuar një nga pikat më të rëndësishme dhe të veçanta të karrierës dhe të ecurisë time në jetë. Pasi shumë gjëra që i kisha mësuar më parë në aspektin teorik, i pash të përkthyera aty në praktik, ku ajo çfarë më ka bë përshtypje ka qenë, dhe unë e kam nxjerrë, e kam marrë, e më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, është vitaliteti, krenaria, vizioni, qëndrueshmëria e të dënuarve të ndërgjegjës. Edhe aty në kushte të kufizuara, në kushte të vështira, ata përsëri të zgjuar, të mençur, të aftë dhe me vizion, e tregonin veten se kush ishin. Pra, njeriu e kam nxjerrë si konkluzion, do thosha, nuk janë, është ambienti ai që tregon se kush je, është personaliteti, është karakteri, dhe shumë element që e formojnë njeriu që tregon se kush je, paçka se në çfarë kushtesh je. Dhe këtu ka qenë një nga mësimet më të mëdha të jetës, që më ka shërbyer në çdo vend ku unë kam kryer detyra të ndryshme brenda strukturave të forcave të armatosura dhe jashtë tyre. Pasi morëm bekimin dhe vlerësimin e atëhershëm pas një viti punë, u rikthyem në auditorët e shkollës së lartë të bashkuar të oficerëve në Tiranë për të vazhduar me intensitet përfitimin nga mësimet që na jepeshin, dijet dhe ato të cilat do të na shërbenin pastaj në kohën pasi titulloheshim oficer aktiv. Kështu në vitin 1982, fillimi i vitit 1983, pasi mbrojtëm diplomën bashkë me bashkëmoshatarët e mi, u titulluam oficer aktiv për të shërbyer në radhët e forcave të armatosura nga njëri cep i Shqipërisë në cepin tjetër, nga lindja në perëndim, nga veriu në jug, sipas doktrinave ushtarake dhe sipas vijës së atëhershme të shërbimit të mbrojtjes së atdheu. Natyrisht me betimin që ka qenë dhe mbetet një nga motivet kryesore që na ka shtyrë për të punuar e për të qenë të përgatitur dhe të gatshëm për të përballë me çdo lloj sfide, ka qenë atdheu nderi të tyre. Me këtë moto ne vazhduam, unë pata fatin të emërohem si fillim, nuk du të marr shumë kohë në Rinas, nga Rinasi për nevojat e forcave të armatosura kam përfunduar në qytetin e Pukës, Korpusi, pastaj nga aty në Has, nga Hasi Tropoj, nga Tropoja në Tiranë,
në Mirdit, e pastaj nga viti 95, e derisa jam pensionuar, kam shërbyer në struktura të ndryshme të forcat armatosore brenda Tiranës dhe në nivelin diplomatik si përfaqësues ushtarak në Stamboll, në Vjenë edhe në Gjermani. Këto kanë qenë pak a shumë ajo pjesa e ecurisë dhe e arsimimit, por edhe e karrierës, pa u ndalur se si ka qenë dhe kush kanë qenë pikat kryesore që mua më kanë formuar apo më kanë lënë mbresa, si në aspektin si ushtarak e drejtues, ashtu edhe në aspektet e tjera të jetës diplomatike në përfaqësitë tona jashtë vendit. General, e keni parë në vitet e pozicionit tuaj, të punës tuaj veten ndonjëherë në vështirësi? Për të qenë i drejtë dhe transparent, do thosha që njeriu e shikon në momente të vështira, do thosha shumë herë, por varet se si ai u qasët këtyre momenteve dhe cila është zgjidhje që afron. Natyrisht që të punosh në kampin e Spaqit famkeq, kur ke dëgjuar nga propaganda e kohës shumë gjëra për këta njerëz dhe pastaj të shkosh e tulesh me ta të punosh dhe të ndjekish gjitha detyrimet që janë jo të lehta në nën tokën e thellë ku nxirresh minerali i bakrit dhe i piritit, natyrisht që është relativisht situatë jo e lehtë, pasi do duhet të mësohesh çfarë ke dëgjuar dhe çfarë është realiteti. Së pari. E dyta është të punosh në zonat kufitare, të cilat kanë qenë në atë periudhë në risk dhe të kërcënuara, për arsye të asaj që ne vetë bëm, pra krijuam me të gjithë ata të cilët Perëndia na ka vendosur të bashkëtojmë në kufi, krijuam armiq hipotetik dhe i shikonim kufirin diçka të vështirë që në çdo moment mund të përplaseshim apo do duhesh të vihesh qoftë dhe jeta në rrezik. Kështu që këto duam s'duam janë dhe lënë gjurmë. Pa folur pastaj që për fatin ton të keq, unë do thosha për eksperiencën time e nuk marr përsipër për të folur për të tjerë, që edhe pas ndryshimeve demokratike të viteve 90, situata që pritshim në raport me ato çfarë janë arritur, për fat keq nuk përputhen. Ka shumë diferenca ku për të cilat eksperti shpesh nuk dëgjohet në vendimmarrjet politike dhe prevalojnë vendimmarrjet politike që për fatin ton jo të mirë janë shpesh edhe gabime të pashlyera dhe me pasoja për të cilat askush nuk ka dhënë llogari e nuk mban përgjegjësi. Këto janë ato qasjet që një drejtues apo lider politik, sidomos pas 90-s, duhet të marrë në konsiderat për të mbajtur në krah e për të pyetur e për t'u referuar gjithmonë specialistëve dhe ekspertëve përpara se të dalin në vendimmarrje. Këtë e kam provuar sidomos duke qenë në detyrën e zëvendës shefit të shtabit të përgjithshëm, një kohë gati një vit pa shef shtabit të përgjithshëm, ku politika kërkon të interferoj, të ndërhyj e të vendos, pa pyetur fare e pa marrë mendimin e ekspertëve ushtarak. Këto janë dëme me pasoja dhe me kosto, të cilën qytetarët në më të paktën duhet të marrin shpjegime për çfarë është bërë jo mirë. Nuk ka mundësi që një njeri cili do qoftë ky, e sa do i arsimuri kualifikuar që të jetë universal. Se i cili ka një fushë në të cilin ka eksperiencë, ka studiuar, është kualifikuar, por nuk mund të jetë e nuk mund të premtoj koha për të qenë ekspert universal i çdo fushë. Për fatin tonë jo të mirë, klasa politike, sidomos qeverisëse, në këto 35 vjet ka treguar me ashpërsinë, me arrogancën e për të mos thënë pa dijen e ignorancën, që
specialistët e ekspertët nuk duhen pyetur. Por kjo fatkeqësisht ka patur, ka dhe do të ketë një kosto të pa nevojshme në dëm të qytetarëve dhe të taksapaguesve shqiptar. Kjo e ato situatat në të cilat njeriu shpesh vihet në vështirësi, në situatat të papëlqyera dhe në situata në të cilat do duhet t'i vlerësoj, t'i menaxhoj për të dalë në vendimet e duhura. Detyrimisht askush nuk pranon e askush nuk dëshiron që të dalë i humur nga cilat do situatë. Shpesh përmendet ajo pjesa e përshtatjes. Unë jam plotësisht dakord, e kuptoj. Si në aspektin psikologjik e teorik ashtu dhe praktik që njeriu duhet të përshtatet, por nuk mund të lej pjesë të karakterit dhe personalitetit të tij për t'u titërsuar në embrion. Njeriu është dhe duhet të jetë ai që përfaqëson personalitetin dhe karakterin e tij dhe nuk duhet ta shes për asnjë lloj arsye sepse ka humur shumë nga vetja e për rrjedhoj nuk mund ta gjeje kur më atë të cilën e ka humbur. Kjo është pjesa që shpesh në jetë njeriu e përballë në situata nga më të ndryshmet që duhet të ketë mendin e kthjellë, të gjykojë e vlerësoj me qetësi dhe gjithmonë duke respektuar parimin e reciprocitetit ose siç i themi në aspektin zhargonin popullor, vendosjen e vetës në vendin e tjetrit. Atëherë jam i bindur që nuk do të ketë gabime të cilat shpesh kalojnë edhe në faje për të cilat askush nuk marr përgjegjësi. Thënë këto general, a kemi rrezikuar ndonjëherë që të shkojmë në një luftë drejt për drejti gjatë kohës që ju keni ushtruar detyrën, këto gabime, mungesa e komunikimit me ekspertët? Pra kemi qenë në fije të perit nëse mund të përdorim gjithmonë zhargonin për të futur në një luftë të drejt për drejt. Situata kritike ka patur, unë kam patur fatin të shërbej dhe të marrë dhe opinionin e ushtarakëve të vendeve tjera sidomos të Greqisë, që e kemi në kufi, dhe ata shpesh thonin që ne dëgjonim çfarë thoshte televizioni aq sa ishte dhe radio në Shqipëri dhe shikonim me shumë vëmendje e ndiqim me shumë kujdes lëvizjet e ndryshme që bënin trupat ushtarake të shtetit shqiptar, trajnimet qoftë dhe për trajnime dhe ne bënim po thuajse gati të njëjtin veprim. Pra, detyrimisht që edhe ata, edhe ne kemi qenë në situata relativisht kritike, por që për fatin e mirë janë menaxhuar në mënyrën e dur, pa arritur në konflikte të hapura. Kjo është pjesë edhe e politikës, por edhe e forcave të armatosura. Natyrisht, Clausewitz ka përcaktuar që lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Kështu që këtë nuk do t'ja uronim askujt, e të mos arrinte. Ka një shprehje tjetër që detyrimisht që përgatitjet për mbrojtje shpesh barazon ose ekuivalentohet që thohet përgatitja për luftë. Përgatitja për luftë apo për mbrojtje më saktë do dëshiroja ta thoja, i shërben paqes. Sepse nëse nuk je i përgatitur, nëse nuk ke strukturat e nevojshme të reagimit me njëhershëm e më të mëvonshëm, normale që situata